Fustoni është prej Vesa Rukiqe që e ku morë 500, çanta është 30 e diçka, këpucat i kam edhe këtu 30 e diçka euro, kur gjo jashtë mundësive nuk kum dollë. Çmimin dikon 100-150, jo shumë shtrejt. Kompletet jam për kujdes vetë, këtë ka kushtu 250 euro. S'kom dash me shpenzu shumë, një shumë modeste. S'ka nevoj për shifer. Përshëndetje, Ana, tregoni ç'është punimi sot? Pak me emocione, ama mirë, në përgjithësi shumë mirë. Sot ka kushtu veshja edhe kjo çanta, kjo lulja? Komplet nuk di, se nuk i kom mot, ama për shembull pej fustoni është prej Vesa Rukiqe që e ku morë 500, çanta është 30 e diçka, këpucat i kam edhe këtu 30 e diçka euro, në përgjithësi ju në çmime shumë të larta. E këto, qaforet këto? Këtu i kom posë edhe ma herë, kështë nuk kom gjitë aksesur kështë ekstra, s'kom ble ekstra, veç i kom morë. Për flok, për grimin, sot ka kushtu? Grimi më ka kushtu rreth 50 euro, është prej Blerinës në Drenas, edhe këto e kom kry. Edhe flokët edhe grimi. Po besoj që u konë e përballueshme edhe për familjarët, apo? Po, jo normal. Kur gjo jashtë mundësive nuk kum dollë. Çka ka me të mungu mas shumë të prej shkollës të mesme që kime përkujtu? Mas shumë të menej momentet ma të mira për shembull si gëzime, edhe pse kena posë në shumë rose stres edhe tanat, po i kena kalu shumë mirë, në funditës kena posë shoqënit mirë, mbi gjitha shoqëni pa interes, edhe shpresoj që ka me na vazhdu halja shoqënia. Keni me vazhdu shoqënin edhe mas? Mas shkollës mesme, si në fakultetë, si suksese tjera në jetë. Cilat janë planet e tua? Në çfarë drejtimi mendon për me vazhdu? Unë mendoj me hi në drejtim të infermierisë përgjithshme në fakultet, besoj privat, dhe se nuk jam fill drejtim infermierisë. Shpresoj akademia kalu sa më mirë edhe me përfundu, edhe thos si këto. Faleminderit shumë, u dukesh shumë bukur. Kam emocione, po jo kështu që më thonë. Pak e mërzitën se po kryet shkolla, po nice. Çka ka me ju mungu mas shumë të përgjatë këtyne 3 viteve që i keni kaluar? Shoqënia. Se është e vërtet që thojnë dohen rrugët. Shoqënia ka me mungu mas shumë të shkolla të natë. A mendon që ka me ju mbi shoqënia edhe mas soj note, a nuk keni? Mendoj që po. Shumë për kujdes sot për veshjen tuaj edhe se ju ka kushtuar? Vetë, çmimin dikon 100-150, jo shumë shtrejt. Apo na tregon që shpunia është sot? Shumë mirë, me emocione. Çka ka me ju mungu mas shumë të? Shoqënia. A mendon që mas soj note keni me vazhdu prapë shoqëninë në mesme, apo keni me ndoru? Shoqënia e vërtet vazhdon edhe pas shkollës. Çfarë drejtimi mendoni për me shku pastaj në fakultet? Drejtimin e njëjtë me vazhdu dizajnin. Okej. Për fustonin ku super kujdes për çantën, për buqetet me lulja. I kom pas këtë idejat vetë. Sa ju kanë kushtu? Jep na një shifer. S'ka nevoj për shifer. Sot punina shumë emocionuar, pasi që është një ditë e fundit për neve të gjithë maturanta. Punina shumë e lumtur. Çka kam ju mungu mas shumë ti prej shkollës të mesme? Mas shumë ti ku me na mungu miqësia, shoqënia me të cilën kemi kaluar të nkuhen, edhe kujtimet tona të paharrume. A keni me vazhdu këtë shoqëri edhe në fakultet? Besoj që po. Ku super kujdes për fustonin, për çantën, sa ju kanë kushtu sot? Nuk kam kushtuar edhe shumë, por janë kujdesur të gjithë, po ma shumë normalone.
Për çmim nuk më ka bërë dhe shumë, normal deri në qenë për të naltë, e kështu me radhë. Se punim shumë mirë, është një natë e paharrueshme që të bëhet, po edhe eksperjenca që kemi bërë disët. A jeni të emocionum ose so shpejt janë shku vitet? Shumë, emocionum maksimalisht. Po dukeni shumë maj veçantë sot, so ju kanë kushtu këto kompletet, kushu për kujdes për veshin e ju? Kompletet jam për kujdes vetë, këtë ka kushtu 250 euro. S'kom dash me shpenzu shumë, një shumë modeste. Besoj që kone përballueshme edhe për prindret. Po. Pak me emocione. Çka ka me ju mungu mas shumë ti prej shkollës të mesme? Shoqënia normal. A menoni që keni me vazhdu shoqënin edhe mas qësoj note, a kur të shkonin në fakultet gjithë se zile rrugët e veta? Normal, ta shoqënit e vërteta mesin edhe mas shkollës të mesme, po unë menoj që po. Grimin vetë e kumë bo, flëkt një familjari jemi, fustonin e kom të arizu nga gejci. Sot ka kushtu fustonin? Me qëra. 80. Thojt e këtu s'kan kushtu kur gjë se normal i kumë bo vetë. A u konë shumë e përballueshme për familjarët edhe a kanë hezitu? Komplet, për luko, nuk konë shumë nashta dejnë 300 euro maksimum, edhe konë nashta shumë e përballueshme se ju që dikush që shpenzën shumë se s'është e arsyeshme për një natë me shpenzu të natu pare. A menon që ja vlen? Ju hecë është thjesht një natë. Tepër mirë, pak emocione, amo kaluse. Çka ka me ju mungu mas shumë ti edhe apo ju duket që çto 3 vjet kanë shku shumë shpejt? Tepër shpejt kanë shku dhe mendoj që ka më mungu ma shumë shoqënia. Kushu për kujdes sot për dukjen tuaj, për fustonin, për grimin? Fustonin e ka marrë të Rudina Dresës, për dukjen tem, Zyla Dafina Mitrovic. Okej, e total, so ju ka kushtu këtoj? Nashta s'është me rëndësi. Hajde një shifer? Rrath, që atë s'po di sa me thonë, vëllojnë, s'po tham A u heq. konë e përballueshme Po, për... tepër shumë, po, A tepër. kanë hezitu për mja u pagu se diçka? Jo. Faleminderit shumë.